Adriatiku bizantin përfaqëson një nga zonat më dinamike në historinë e mesdhut, ku ndikimi i perandorisë bizantine ndërthuhet ngushtë me proceset politike, tregtare dhe kulturore të Europës perëndimore dhe Ballkanit. Që nga shekulli 6 deri në anjen e Konstantinopolës, në vitin 1453, brigjet lindore të Adriatikut nga Dalmacia dhe Durrësi deri në Lorë Jug u shndruan në një mozaik kahinash dhe njësisht të lidhura me qendrën bizantine përmes rrjeteve detare, tregtare, kishtare dhe ushtarake. Punimi më i gjerë në formën e tij më të plotë do të shqyrtoj rolin e Adriatikut si korridor strategjik midis linjës së perëndimit, si hapësirë përballje midis Bizantit, Venedikut dhe fuqive tjera, si dhe si zonë ku zhvillua një identitet i veçantë kulturor bizantino-mesdhetar. Burime bizantine, latine, slaves dhe dëshmi arkeologjike nga qytete si Durrësi, Shkodra, Ulcini, Kotori, vënë duke se Adriatiku nuk ishte një kufi, por një urë që lidhte kultura dhe njësit ndryshme. Në këtë kuptim, termi Adriatiku bizantin shërben jo thjesht si kategorizim geografik, por edhe si koncept kulturor që përkufizon një botë ndërmjetëse midis Bizantit dhe perëndimit latin. Adriatiku ka qenë gjithmonë një det ndërmjetës, një kufi i lëngshëm, siç rëndom ka filluar të përdoret si fjalë, që njëkohësisht ndan dhe bashkon lindjen dhe perëndimin. Gjatë periudhës bizantine, ky det fitoi një rol të veçantë strategjik dhe kulturor, duke u shtruar në një nyje kyçe të rrjeteve detare që lidhnin Konstantinopolën me Dalmacinë, Shqipërinë, Italinë dhe botën slave. Pra përdorimi i termit synon ta përshkruaj këtë hapësirë si një sistem të integruar, ku ndikimi i perandorisë bizantine shfaqej në politik, organizim kishtar, arkitekturë dhe kulturë materiale. Pra si termi i referohet pranisë dhe ndikimit historik të perandorisë bizantine në të rajon prej shekullit 6-7 deri në shekullin 15. Kjo ishte një zonë e kontestuar ku perandoria përballej vazhdimisht me konkurrencën e fuqive të tjera rajonale dhe që karakterizohet nga lidhje politike, ekonomike, shkëmbime kulturore dhe një pozitë kufitare ndërmjetëse midis hapësirës lindore dhe perëndimore, me kontrollin bizantin që luhati dhe shpesh ose jo rrallë konkurronte me fuqitë si Frankët, me vonë edhe Republika e Venedikut, që në farë mënyrë ishte edhe bi e Bizantit, qytetet bregdetare Kotori, Dubrovniku, Spliti, Trogir, Zara, Durrësi, Vlora, u shndruan në qendër të rëndësishme brenda kësaj sfere ndikimi, duke siguruar rrugë detare jetike për komunikimin mes dy brigjeve. Deri në shekullin e 9, perandoria bizantine dominonte Adriatikun, duke ruajtur kontrollin mbi qytete dhe ishuj kyç bregdetar dhe duke përdorur bazat detare për të mbikëqyrur rajonin. Traktati i Ahenit i vitit 1812 e ndau zyrtarisht sferat e interesit midis perandorisë franke dhe asaj bizantine. Pika thelbësore e traktatit nuk është se lidhet me Shqipërinë, pra me Adriatikun bizantin të brendshëm, por ishte përcaktimi i kufirit midis dy fuqive, pra frankëve dhe bizantinëve, që sollin një entitetin politik të njohur në historiografi si Dalmacia bizantine. Ky demarkacion i sferave bizantine dhe franke, i sankcionuar në këtë traktat, rregulloi marrëdhëniet midis tyre, ku qytetet bregdetare si Kotori, Dubrovniku, Spliti, Trogir dhe Zara, si dhe disa ishuj si Kër, Krap dhe Kres, që siguronin rrugën detare midis Konstantinopolës dhe Venedikut mbetën në sferën e Bizantit, ndërsa pjesa tjetër e bregdetit dalmatin, hinterlandi i tij, mbetën në sferën e ndikimit frank, mbi cilej mbështetej fuqishëm principata kroate në formim e sipër. Kjo solli një ndikim të fortë dhe qëndrueshëm bizantin, të paktën qytetet e bregut Adriatik që ishin pjesë e Dalmacisë bizantine, e cila formonte pjesën veriore të Adriatikut bizantin, së bashku me atë që mund ta quajmë Shqipëria bizantine.
Pra kontrolli I Bizantin në Adriatik pas këtij shekullit IX nuk ishte konstant. Jo të gjitha këto territore u qeverisën nga Bizanti me të njëjtën intensitet dhe për të njëjtën kohë zgjatje. Ndërkohë që në hapësirën dalmate, perandoria bizantine është e pranishme mi territorin e saj për afërsisht 6 shekuj, me gjithë ndërpjerjet e herpashershme në Adriatikun jugor, pra në hapësirën shqiptare, ky sondim ishte edhe më I gjatë, më I plotë dhe më I qëndrueshëm. Për shtrijen e hershme të Bizantit në Shqipëri, periudha e Justinianit është me rëndësi të veçantë. Gjatë sondimit perandohet Justinian, që është edhe thelbi I qëndrueshmërisë më vonshme politike, do thotë fortifikimi ose krijimi I sistemit mbrojtës nga Justiniani I parë, ku ndërtuan një numër I madh fortesash kastra, tipit kastra përgjatë bregut lindor të Adriatikut dhe në hinterlandin e tij të afërt, duke mundësuar lëvizje të sigurta përgjatë rrugëve detare si alternativë ndaj udhëtimit toksor, I cili ishte I rrezukuar nga slavët dhe avarët e ardhurës së fundmi. Rrugët e ndryshme historike të Bizantit dhe perëndimit u larguan gjithnjë më shumë me kalimin e kohës deri në skizmën e madhe të vitit 1054, ku në Bizant u shfaq një klimë e ndryshme nga sociale dhe kulturore nga ajo e perëndimit, ose u zyrtarizua më saktë. Kështu Adriatiku ishte dhe mbeti rrugë kryesore drejt Bizantit gjatë gjithë mesjes, për këto që vinte drejt perandorisë nga këto hapësira perëndimore romake, ose nga Italia veriore. Pozita gjeografike e detit ose Adriatiku Bizantit merr rëndësi edhe më të madhe edhe për shkak të ndërhyrjes ose le të themi trazimit të detit jon, komunikimit përmes detit jon, komunikimi mes Egjeut Bizantin dhe Sicilisë Bizantine, sepse Sicilia Bizantine shndrohet në Sicili arabe, muslimane, dhe kështu kjo ja shton edhe më shumë rëndësinë strategjike Adriatikut Bizantin dhe e bën pjesë kryesore të komunikimit mes dy sferave. Edhe pse ndikimi Bizantin, pra përveç Bizantit, Adriatikut ose Dalmacisë Bizantine, Italisë Bizantine, Italia Bizantine, ndikimi Bizantin në Italinë Bizantine ose në jug të Italisë mbeti I kufizuar në jug dhe për një periudhë të shkurtër, dhe për këtë arsye bërthama më qëndrueshme e Adriatikut Bizantin mbeti bregu shqiptar nga ulësini në Durrës e Vlorë. Pas ndarjes së perandorisë romake, Bizanti trashëgoi kontrollin mbi priset lindore të Adriatikut, Durrësi u bë qendër e rëndësishme administrative dhe ushtarake, porta hyrëse e lindjes dhe Italisë. Këtu kalonte rruga Ignatia, një arterje që lidhte Adriatikun me Selanikun, Konstantinopolin, që nuk kishte vetëm funksion ekonomik, por ishte edhe kanal qarkullimi I idesh, besimesh, formash artistike e tjerë. Pra Durrësi me fjalë shkurtra, duke e përmbledhur që të mos shkoj dhe të mos lë ato më të rëndësishme, duke u ndalë në detaje, ishte kryeqyteti I Adriatikut Bizantin. Pra, nga 3 hapësirat e Adriatikut Bizantin, Dalmacia Bizantine, Italia Bizantine dhe Shqipëria Bizantine, Durrësi ishte mbeti dhe vazhdoi të jetë deri në fund kryeqyteti I krejt Adriatikut Bizantin, sepse Shqipëria Bizantine ishte bërthama e Adriatikut Bizantin, edhe për arsye që bizantinistët I dinë, studiuesit I dinë, edhe tema e Durrësit themelohet gjysmë shekull përpara temave të Kalabrisë, jugut Italisë dhe temës së Dalmacisë. Pra, qëndrueshmëria e fakti që Shqipëria Bizantine, që po shkojmë tani te përfundimet,
fakti që Shqipëria Bizantine ishte bërthama më qëndrueshme e Adriatikut Bizantin është pikërisht edhe një aspekt me shumë rëndësi që duhet marrë parasysh kur flitet mbi autoktoninë dhe qëndrueshmërinë e shqiptarëve të hapësirës të Adriatikut. Është virtualisht dhe historikisht e pamundur që një popull të ketë mbërrit në këto troje pa u vënë re nga autoritetet e vëmendshme bizantine. Bizantin pa dyshim që do ta kishin pasqyruar çdo ndryshim madhor në hapësirën e sunduar prej tyre. Por pikërisht heshtja e kronikave bizantine mbi ndonjë ndryshim apo mbërritjet shqiptarëve në të troje është në vetvete dëshmi e qëndrueshmërisë dhe autoktonisë së shqiptarëve në këtë brizje të Adriatikut, ku edhe dëshmohen historikisht që prej shekullit të 11. Pra, Shqipëria Bizantine duket se ishte besnike ndaj qendrës perandorake dhe për sa kohë vazhdonte të qëndronte e tillë, Shqipëria dhe shqiptarët nuk dilnin në lajmet e ditës, lajmet kryesore të kohës, ashtu sikurse sot lajmet e ditës janë të mbushura me konflikte, edhe në atë kohë kronika nuk i përfshin të ngjarjet që rrillnin në jetën në përditshmërinë dhe sipas normalitetit. Në momentet kur shqiptarët shputen nga aleanca e besnikëria ndaj qendrës perandorake, pikërisht atëherë edhe bëhen lajm i kronikës së Bizantinit kohës, në këtë rast i kronistit Mihal Ataljati, që me rastin e generalit Gregor Maniakis në gjysmën e parë të shekullit 11, sikurse e theksuan edhe profesor Scheiner dhe profesor Gjufi. Pra qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e pranisë politike bizantine mund të merret dhe konsiderohet si dëshmi e rëndësishme dhe e shtuar e qëndrueshmërisë dhe vazhdimësisë etnike të shqiptarëve në këto territore. Është një lidhje që nuk mund ta shmangim në shërtimet tona. Pra, ideja është që bërthama krejt Adriatikut Bizantin ishte Shqipëria Bizantine, ky qytet ishte Durrësi dhe fakti i qëndrueshmërisë së pushtetit bizantin është i lidhur me qëndrueshmërinë etnike të shqiptarëve në këto rajone. Nga ana tjetër, një aspekt tjetër i diferencimit, nëse e marrim edhe këtë aspekt do të theksoj, nëse e marrim të tezën e Henry Pirene mbi ndarjen që ndodhi në shekull 7-8 mes dheut, të kishim hartat, po e imagjinojmë mes dheut në rrafshin paralel, ku mes dheu post-romak, një trajtësia e hapësirës mesdhetare shkputet për shkak të daljes së islamit në jug. Kështu që në shekujt 7-8 krijohet ndarja e parë e madhe qytetërimore, kulturore e tjerë mes mesdheut jugor musliman dhe mesdheut verior të krishterë. Tani, duke filluar politikisht nga traktati i Ahenit e duke u zyrtarizuar fetarisht në skizmën e 1054-ës, nëse imagjinojmë edhe Adriatikun si një mesdhe i vogël, por në drejtimin e meridianit, edhe sërish ndodh një ndarje e dytë, minore, por gjithsesi që të dyja këto ndarje ekzistojnë edhe sot. Pra, ndarjes së madhe mes mesdheut jugor dhe verior i shtohet edhe ndarja lindje perëndim, e cila bie në mes të Adriatikut, me Bizantin dhe kulturën bizantine në lindje dhe qytetërimin ose qarkun kulturor qytetërimor të perëndimit në perëndim. Ky tjetërsim i tejkalonte edhe kufit fetar, dhe shumë interesant, rasti i sulmit, pushtimit dhe plaçkitjes së Zadarit ose Zarës. Kjo duket absurde në kontekstin historik, sepse kryqëtarët e kryqëzatës së 4
po sulmoni një qytet që ishte katolik. Mirë po, Zadari ishte kryeqenda e Dalmacisë Bizantine, e temës së Dalmacisë Bizantine. Dhe si duket, ose saktësisht, prania bizantine kishte krijuar një kulturë të veçantë, identitet të veçantë, adriatiko-mesdhetar, që e zbehte edhe përkatësinë e njëjtë fetare mes krishterëve të Indjes dhe kroatëve të Zadarit, dhe kështu që kjo trashëgimi bizantine i mbi vendoset edhe ortodoksisë, edhe besimit, pra është më shumë se sa besimi ortodoks. Ju falenderoj shumë.